Forca e Sigurisë së Kosovës do të angazhohet me rreth 1000 ushtarak në stërvitjen Defender Europe 25, që nisi të hënën dhe pritet të mbyllet më 9 qershor krahas ushtrive të 28 shteteve pjesëmarrëse. Kosova është gjithashtu një nga 18 vendet pritëse të kësaj stërvitjeje, ku do të marrin pjesë gjithsej 25.000 ushtarë. Në aeroportin e Gjakovës është vendosur komanda amerikane taktike divizionit 28 të Komsorisë, që do të udhëheqë me të gjithë brigadat në rajonin e Europës juglindore. Ndërsa në poligonin ushtarak në Babaj të Bokës do zhvillohen operacione luftarake sulmuese, mbrojtëse dhe të stabilitetit nga njësitë e forcave speciale të Kosovës, njësi ushtarake të gardës së AJOA-s, njësi dhe personel nga Republika e Shqipërisë, e Kroacisë, Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Kosova me FSK-n do të marrë pjesë në këtë ushtrim parafërsisht me një numër prej 1000 pjesëtarësh, cilët përveç në Kosovë që do të jetë numri më i madh i pjesëtarëve të FSK-s që do të ndjekin aktivitetet e ushtrimit, do të dislokohet dhe është dislokuar tani më edhe në Shqipëri, Maqedoni të Veriut dhe në Kroaci. Përmes kësaj stërvitjeje, Forca e Sigurisë së Kosovës synon të dëshmojë gatishmërinë operacionale dhe shkallën e ndërveprueshmërisë luftarake me vendet partnere dhe të rajonit. Kjo është një tregues që FSK-ja po ecë përpara në kuptimin e ngritjes profesionale, jo vetëm të eprorëve të saj, oficerëve dhe nën-oficerëve, por edhe në kuptimin e shkasive luftarake, po ashtu në pajisje. Ushtarakët vlerësojnë se përkundër sfidave me të cilat ballafaqohet erpasere Forca e Sigurisë, kryesisht për shkak të politikës, gëzon besueshmëritë e aleatët. FSK-ja gjithsesi komandat e FSK-s e vlerësojnë vetveten këtë rast sa janë kompatibile me forcat aleate të cilat janë pjesëmarrëse në këto ushtrime. Aty shifet ajo barazia e njënit shtab pra i FSK-s me shtabit përkatës të shtetit Mik, i cili është pjesëmarrës në ushtrim dhe këtu ma pastaj bën krahasime dhe nxirren mësimet. 2 vite më parë, për shkak të situatës së tensionuar në veri të Kosovës, ishte anuluar në fund aktiviteti Defender Europe 23, ndërsa ish ambasadori amerikan, Jeffrey Hovenier, kishte deklaruar se ishte pasojë për shkak të veprimeve të qeverisë së Kosovës.